Në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit, Muftinia e Shkodër ka ndërmarrë një tjetër nismë humanitare, duke shpërndarë rreth 100 pako ushqimore për familjet në nevojë në lagjen Iliria. Kjo ndihmë vjen si pjesë e angazhimit të institucionit për të mbështetur shtresat më të prekura në prag të muajit të shenjtë. Zëvendës Muftiu i Shkodrës Arben Halluni theksoi se Ramazani është një periudhë reflektimi, solidariteti dhe përkujdesje për ata që kanë më shumë nevojë. Ai bëri me dije se shpërndarja ndihmave do të vijojë edhe në ditët në vijim. Muftinia e Shkodrës fillon sot veprimtarinë e parë komunitare në prag të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, duke ofruar rreth 100 pako me ushqime për shtresat në nevojë pikërisht në lagjen Iliria pranë xhamisë Urabunës. Siç e dim, Ramazani si muaji i solidaritetit, i mëshirës, i kujdesit ndaj njëri tjetrit, nuk është vetëm agjërim që do të thotë ndalim nga pirjet e ushqimit dhe nga gjërat e tjera, por është edhe ngjeshmëri ndaj familjeve, shtresave që përballen me vështirësi çdo ditë. Dhe për këtë arsye Muftinia e Shkodrës ka një detyrim edhe moral edhe fetar që sa ka mundësi të gjenet afër shtresave skamnore, sidomos edhe gjatë muajit të Ramazanit. Sigurisht institucioni Muftinisë do të vazhdojë karavanin e ndihmave të tjera, nga se plotësohet edhe një prej kushteve kryesore të solidaritetit që e përmban në vetvete Ramazani, dhe me këtë rast më ftoj donacione të ndryshme, njerëz zemërgjër, institucione dhe bamirës që të afriten përmes mundësive të tyre ekonomike, që të shpërndajnë sa më shumë këto ndihmë ushqimore që janë shprehje përkrahjes dhe e kujdesit ndaj tyre.